Shërbimet e drejtorisë vendore për kufirin dhe emigracionin Kukës kanë intensifikuar kontrollet në të gjitha pikat e kalimit kufitar me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, si rezultati i kontrolleve të ushtruar bazuar në informacione të siguruar në rrugë operative për kontrabandë të mallrash. Shërbimet e policisë kuftare Morin në bashkëpunim me shërbimet doganore finalizuan operacionin policor të koduar Tarifa. Në pranga ranë 2 persona pasi gjatë kontrolleve të kryera automitët që po lëviz gjetën një sasi mallrash me vlerë totale mbi 54.000 lekë. Ata u arrestuan për vepra penale, kontrabanda me mallra që paguan akcizë dhe kontrabanda me mallra të tjera, njoftoi policia vendore. Blut sekuestruan 2 automjete, 106 kuti me medikamente mjekësore të ndryshme dhe disa arka me 41.000 tableta, 2.194 celular dhe 62 thas me duhan me peshë totale 930 kg. Materialet procedurale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të policisë së Kukës për veprime të mëtejshme, njoftoi policia vendore Kukës.